Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Maqedonia e Veriut ofron ndonjëherë 2 kushte për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Kryeministri Istria Mickoski nënvizon se është e rëndësishme që dy gjërat të mbeten konstante dhe të pandryshueshme. Së pari duhet të kemi garanci të qarta nga Këshilli Evropian se identiteti i Maqedonas dhe gjuha maqedonase janë të paprekshme dhe kur Maqedonia të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, gjuha maqedonase do të jetë zyrtare. Gjithashtu procesi duhet të zhvillohet në bazë të kritereve të Kopenhagenit, pa çështje të reja dypalçe, thekson Hisra Mickoski. Kushti i dytë, sipas tij, është regjistrimi i organizatave jo qeveritare në Bullgari, në përputhje me 14 vendime të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit. Rajoni. Pezullim nga detyra për zëvendës drejtorin e policisë së Tiranës Erion Ismaili, arrest me burg për Ergjys Agasin, arrest shtëpie për drejtoreshin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimit të Informacionit Mirlinda Karçanaj, si dhe arrest me burg për biznesmenin Ermal Beqiri. Masat janë dhënë në kuadër të aksionit të SPAK pas hetimeve për 12 tendra në Agjencinë Kombëtare të Shërbimit të Informacionit. Krahas asaj, SPAK ishte një aksion në Kodrën e Diellit ku ushtruan kontrolle në disa banesa. Kryeministri Edi Rama kërkoi penalitet për gjithë funksionarët që nuk i përgjigjen brenda afateve ligjore komisionerit për të drejtat e njerëzit Besnik Dervishi. Shefi i qeverisë bëri thirrje komisionerit që nëse në ditën 11 nuk ka përgjigje nga ministrat apo zyrtarët, atëherë reagimi duhet të jetë saksioni. Ne i kemi kërkuar të gjithë ministrave të bëjnë delegimin e kësaj përgjegjësie tek sekretarët e përgjithshëm. Një pjesë e kanë bërë, një pjesë nuk e kanë bërë akoma. Duhet sanksionohen ministrat, duhet sanksionohen sekretarët e përgjithshëm në ditën e 11. Dhe nëse kjo do të ndodhi në mënyrë të përsëritur disa herë, unë jam i bindur që do të krijohet një ndjesi urgjence e barabartë me urgjencën me të cilën punon sektori i godës gjysmëbosh. Ishte Edi Rama. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Komisioni Evropian po përgatit plane për të hequr 50% të masave ndaj Kosovës. Në aspektin financiar kjo nënkupton lirimin e rreth 200 milionë eurove nga fondet që aktualisht janë pezulluar. Burimet diplomatike bëjnë të ditur se ky vlerësim i Bashkimit Evropian është bërë i mundur pas transferimit të pushtetit lokal në veri të Kosovës dhe pritet të përfshihet dhe në konkluzionet që ministrat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të diskutojnë dhe mund të miratojnë të martën në Bruksel në kuadër të debatit për procesin e zgjerimit. Burimet diplomatike sqarojnë se edhe pse Këshilli ka dhënë pëlqimin politik, vendimi praktik për heqjen e masave i takon Komisionit Evropian. Autoriteti kosovar i konkurrencës u bëri thirrje bizneseve të ndalojnë çdo rritje të pajustifikuar të çmimeve gjatë festave të fundvitit. Në të kundërt paralajmërohen pasoja. Rikujtojmë se çdo marrëveshje, bashkërendim apo veprim i njëanshëm ndërmjet bizneseve që ka për qëllim ose efekt rritjen artificiale të çmimeve, ndarjen e tregut, kufizimin e konkurrencës apo abuzimin me pozitën e përbashkët dominuese, përbën shkelje të rëndë të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës dhe është subjekt i sanksioneve ligjore, thuhet në reagimin zyrtar të autoritetit kosovar të konkurrencës. Autoriteti nënvizon se çmimet duhet të reflektojnë kushtet reale të tregut dhe jo marrëveshje të ndaluara, sjellje spekulative apo shfrytëzim të pozitës së përbashkët në treg. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.